Një rast i hetimit të vdekjes është iniciuar mbrëmjen e së hënës në fshatin Lubisht të Prizrenit, pasi që një qytetar ka raportuar se fshinji i tij nuk ishte parë dhe nuk ishte kontaktuar me askënd që nga data 10 maj. Burimet bëjnë të ditur se rreth orës 19 përmes një telefonate në polici është paraqitur një person i cili ka shprehur shqetësimin për mungesën e kontaktit me fqinjin e tij me inicialet AA, 66 vjeçar, bosnjak nga Kosova. Me autorizim të prokurorit të shtetit, njësia hetimore ka hapur me forcë derën e banesës dhe është futur në objekt. Rreth orës 19:45 në vendin e ngjarjes ka mbërritur emergjenca rajonale, ndërsa rreth orës 19:55 mjeku kujdestar ka konfirmuar vdekjen e të ndjerit. Në vendin e ngjarjes ka ndalur njësitë të hetimeve rajonale, të cilët në bashkëpunim me prokurorin e rastit kanë vendosur që trupi i pajetë të dërgohet për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Rasti është në hetim dhe autoritetet pritet të përcaktojnë shkakun e saktë të vdekjes pas ekspertizës mjekoligjore.